Athina përfshihet nga një zjarr i egër, dëmtohen shtëpitë e pushimit. Një zjarr i egër ka shpërthyer sot në juglindje të Athinës, duke shkatëruar shtëpi pushimi dhe toka pyjore. Zjarri mbetet i panjohur, por autoritetet thonë se temperaturat e larta dhe errat e forta po nxisin për hapjen e tij të shpejtë. Stacioni televiziv grek ERTV News raportoi se disa shtëpi pushimi ishin shkatëruar dhe një sipërfaqe e madhe pyjesh ishin në flak. Agjencia e Mbrojtjes Civile lëshoi alarm emergjence duke u bërë thirrje banorëve të evakuonin në zonën bregdetare të prekur pranë qytetit Palaia Fokaia, i cili ndodhet rreth 60 km larg Athinës. Zona përbëhet kryesisht nga shtëpi pushimi, shumë prej të cilave janë në pronësi të Athinasve. Policia shpëtoi 11 turist nga një shtëpi pushimi në zonën e rrezikut, sipas radios greke. Një zëdhënës i zjarfikësve konfirmoi se 12 helikopter, 12 aeroplan zjarfikës, 80 automjete zjarfikëse dhe vullnetar të shumtë janë angazhuar për të luftuar flakët. Temperaturat në disa pjesë të Greqisë kanë shkuar deri në 40 gradë Celsius me errat forta gjithashtu. Autoritetet e mbrojtjes civile kanë paralajmëruar se kombinimi i nxehtësisë ekstreme, kushtet thata të errat e forta mund të shndrojnë edhe zjarret e vogla në flak të mëdha brenda pak minutash.